Audio Jungle. Përshëndetje për krejt shikuesit e televizionit DTV Media, si dhe për krejt shikuesit e ditës me ne. Po e fillojmë edhe sot programin me mua Diorën, si çdo ditë tjetër të javës, jemi bashk prej të hanës deri të premten me të ftuar të ndryshëm, tema të ndryshme. Sot faktikisht do të flasim për gjithçka që ka të bëj me dhëmbët e voglushve tonë, ndoshta po themi nga vizita e parë, nga fuça deri tek pastrimi, kujdesi dhe çdo gjë tjetër. Me neve sot është doktori i fëmijëve Xheladin Ujkani, cilin unë e falenderoj shumë që ka gjetë sot kohë. Doktor, faleminderit, e din që je i angazhuar, sidomos në këtë periudhë, po që gjithmonë gjen kohë edhe për me nda këshilla edhe me neve, por edhe me shikuesit në këtë rast. Faleminderit shumë për ftesën, Diora. Unë e përmenda pak a shumë qka kemi me fol për gjithë qka, për ndoshta jo krejta. Na ende pa hy brenda nxjerime në emision, biseduna me kolegë t'juj. Edhe e po në qëfar problematika ka gjithmonë. E pe sa duhet me pas një uri një dentisti fëmijëve, që në momentin që një prind ta përshkruan rastin qoftë edhe përmes telefonit, pa e pa në foto, pa e pa një video, pa e pa fëmin prezent në klinik, dentisti fëmijëve duhet me di çka ka. Fëmija i pat 5 vjet. Edhe tha ka nisë lartë mi dalë dhëmbët. Dhëmbët e parë. Dhëmbët e parë nuk dalin të përhershëm në moshën 5 vjeçare. E përmendi që ka përdorur terapi për pagjaksi. Ato kanë ndiku terapia shumë që mu zbez struktura e dhëmbëve, mu shkatru komplet kurora, me mbet vetëm pjesë e rrojës dhëmbëve. Edhe me ko gjatë ushqyrjes, se pengojnë shumë në kafshim gjatë ushqyrjes me ushqime, edhe pjesë e majës të rrojës del mbi nivelin e kurorës ma lartë të pjesë e mishit dhëmbëve. E mukozës, edhe prindrit mendoj që po del një dhëmbiri. Jo, ka dalë maja rrojës që trajtohet shumë letë nëse në dentisti fëmijëve ka përvojt mirë, e gjatë, e të besueshme. Është një gabim që e bojnë, se për ndërprej, doktor. Është një gabim që e bojnë edhe prindrit që nuk i dërgojnë, për shembull të një pedodon këtë rast, po që i dërgojnë tek stomatologu për të rritur, e që në këtë rast... Stomatologët e vetë, dentistat e vetë, ose të familjes, ose shoqëri, ose daje një parenteze e hallë, po nuk është e përshtatshme. Nëse keni fëmijë që ka 2 vjet, 3 vjet, e planifikon me bo një vizit brenda vitit ose vitet në vazhdim një vizit e dentisti, duhet me ullumtu. Na i kemi tash vesh në kanalin tonë që nuk ka nevoj me përmend emrin, po janë 195.000 djeks. E kemi 2800 video të publikune të punës tonë, gjithmonë bashkëpunim edhe me juve mediave, se shumica tash janë të mediave që i kemi nda pjesë të caktune që flasin për çështje probleme të caktune tek edhe të qumshit tek fëmijët. Po, me qenë se jemi pikërisht e dentistit, në këta dentisti për fëmi, shpesh edhe ndoshta gabimi që munden me bo prindrit pa dashje, po themi ose zbesoj që e bëndi me dashje, po është në qofse nuk e din edhe kur duhet me u bo faktikisht vizita e parë. Dhe pse kemi këtë tendencët me dërgu gjithmonë kur fëmiu ka dhembje, edhe të rriturit, besa e kemi këtë tendencë. Te vizita e parë, tash është viti 5 me radhë. Prej vitit 2021, zyrtarisht që kemi kërku, prej qeverisë, prej Ministrisë të Arsimit, që vizitat e fëmijëve të dentisti mu bëhet detyrueshme me legj, qoftë edhe me një udhëzim administrativ në kuadër një ligje për shëndetësi ose ligjit për sigurimin shëndetësor, që rreth moshës 3 vjeçare, atëherë kur kompletohen të gjithë dhëmbët e qumshit, dalin me bë vizitën e parë të dentisti, edhe nëse nuk ka shqetësime, nuk ka ankesa, nuk ka dhimbje, nuk ka infeksione, edhe nëse gjithë dhëmbët i ka të shëndosh. Me mësu fëmijët me qonë vizitën e parë, që herdo kur edhe shqetësimi ma i vogël, dhimbja ma i vogël, problemi prishja ma i vogël, me kalu me sukses. E mos me lanë me ardhë shqetësimet, dhimbjet, edhe infeksionet e tek atër, po thret mësusja prej kopshtit, se po ka dhimbje. Nuk ka ardhë, prishja edhe me dje par dje sot. Po e ke pas si prind me shumë ujë, ndoshta edhe me 2-3 vite ma heret, po nuk të ka shqetësu. E shpesh herë edhe për vojën jo të mirë të vetën gjatë jetës, na i frikë që e kam pas për dentistit,
e marrin me panik edhe nuk din me menaxhu tek fëmija aty nëse menojnë që kudo që e çojnë, Në përcjellin edhe tek fëmijët. ka me pas frikë edhe fëmija, ka me pas dhimbje. Jo, nëse një dentist, këtë rast që shumune, që punoj pa dhimbje, pa anestezion, edhe në rastet ma të rënda kur ka infeksione pa pas nevojë për antibiotik e terapi për dhimbje, atëherë normalisht që edhe kur i dën fëmijët, kur i dën punën, kur e nje, ka me kalu mirë pa pas nevojë fëmija ajo të më shqetësu. Problemin kryesor e kemi jo me fëmijë, me prindërit. Pse është problematik me u marrë me prindërit? Dojnë, kur vinë klinik, me kry punë dashti nuk dashti fëmija. Jo, nuk bëhat ajo. Unë e krejt problemet më një kom me prindë, atu i sëqaroj, me qarcojmë para se me caktu termin. Ju të regojmë që tash kemi dhe vedo, edhe kjo kam i na shërby për edukim e informim të prindërve, qysh nuk duhet me gabu. Nëse e këni pas një vizit dikun të dentisti, edhe dentisti ka punu të mbajt me forcë, ose i ka thonë prindërit, ullë edhe mbaje, ajo është mënyrë e gabush me punës, ose i ka angazhu 2-3 asistente me majtë me hapës kafshimit me metalik, me hap gojnë edhe me mbajt me zarë, veç punë nuk është ajo është dhunë. Po asë njerës kemi mujtë me kry punë që shduhet, se është punën punë sekundash, e metet pa frymë fëmija, shqetsohet, friksohet. E cilat janë metodat e tua, Dok? Se ne të kemi po edhe kemi qenë edhe në klinik, edhe kemi po paka shumë punën. Tash vidun që jau për cilin prindërve me jau të regu edhe fëmive. One, kur vinë fëmijet, me prindëve që kumë qëru e sapet me ko. Kur vinë, i thonë, nëse më lenë mi pa dhëmbët, i shofë. Pavarësisht ai ka 3 vjetë, 5 vjetë, 7 vjetë. Nëse më lenë mi pa dhëmbët, i shofë. Se janë dhëmbët e tua, po? A kom drejtun e tash mi shumë i pa dhëmbët e diorës, se në klinik nëse diora nuk donë, jo. Se janë dhëmbët e tu, apo? Kush vetit për dhëmbët e mi? Unë e vetna. Nëse nuk du unë me i pa dhëmbët, nuk kemi pa. Nëse nuk donë me i prek, kur ka rastet infekcione, na veç me sy e shohim që ka infekcion, edhe në prekje e dim që ka prekje të letë dhëmbët leviz nëse ka infekcion, edhe thëmë, nëse nuk donë, nuk i prekem, edhe gjithmonë, nëse nuk donë, nuk punojmë, mas pari me ato mjetët e punës, ju të regojmë që ka është ja që qëtë ajer edhe u i marim një balon, një dorës e frimje me ajer, e mbushim edhe me ujë, e bojmë balon. Edhe, mandej, kur të marim instrumentit që duhet me pastru dhëmbin, i marim thonat tonë, gishtat, thojmë, dë dhëmbë të mesit lartë jënë ma të mëdhej, 2 anash jënë ma të vëzhel, sikur, thojtë. Edhe e bojmë të dora jonë, e testojmë i pa i prejkë, edhe i thojmë, bëj e dorën kështu, edhe qesim ujë. Apo të dhemë? Jo. A mundimi tash me qitë të goja do ujtë të dhëmbët pa i prejkë. E din që është njëjtë, si me qitë të thojtë, si me qitë të dhëmbët. Ani metode mirë shumë, a? Nëse donë me fitu besimin, donë me qenë me cor me fmi, jo i dhonë shumë, jo me punu me zorë. Kure qesim ujnë të goja, të apsira e gojës pa i prejkë dhëmbët, atëhere i pysëm, a bon vetëm me prejkë pëllë shu zhurman, vetëm me levizi, ju të regojmë që rotullohet, se kur leviz një rotë, veturës, ose bicikletës, ose motorit, ose autobusit, leviz. Edhe kur e prejkim pëllë shu, më thonë, na nuk e kemi mashtru, nuk e kemi rejtë, me thonë, nalë ta shofi me mundu me punu. Jo, nëse do me qeni sinqert me fmi, i besu shumë, duhet mu ju përmbajt aty në që ka ju thu. Edhe ma ndej pysëm, a mund mi vetëm 1 sekundë, a din sa i bjen nëse ka fëmi 2-3 vjetë nësha, nuk e kuptojnë sa i bjen 1 sekundë. A din sa i bjen 1 sekundë me numru dhe një. Kemi me lëshu zhurmen, kemi me prek veç 1 sekundë. Veç me numru dhe një dhe ndalim. E pysëm, a është në regull, a të ka dhimt, apo tutësh? Jo. A e vazhdojmë 2 sekunda? Po. Mas 3-4 sekunda. O puno me shumë sekunda. Edhe me minuta, 10 minuta, normalisht duhet me pështy ko pas kohë, se ka uje, ka pështym, nuk e kam problem. Se e kam fitu besimin, se i ke ba edhe të hapa, të qenë i besushëm për ta, edhe i ke prek një erdhëmbin, e kam pa që s'po kanë dhimbje, dhe besojnë. Një farë mënyre, të thojnë, veç aje që punon. Punon se une nuk friksohem. Kjo normalisht që i qetson shumë edhe prindret, edhe shumica kalojnë mirë me neve dhe me vizitën të na. Nuk kalojnë mirë, veç ata që tentojnë, provojnë, nëse një fëmi i ka 2-3 vjetë, nuk ndijet i sigurt, dojnë me majtë me forës me dhunë.
Ta nuk e pranon, asë nuk e pranojmë. Në asë një mënyrë, dhëmë, keme arë me fëmi, po nuk të lejoj, në asë një mënyrë, me shqetsu fëmin tonë, kur je në klinikë tonë. Ngan unë jo se jo, po asë ju si prind, asë me shqetsu, asë me friksu, asë me kërcnu, edhe mi thonë që e sheti kur dalim për i këtujt, ose s'kina me shku atje. Ja. E di unë që ka me shku ku dënë, se i kemë fëmi, apo? Nëse si jem për fëmi tonë, për kanë. Ma ndaj thujnë nuk të bi hera tjera. Mas 2 dite, 24 ore bjen prap, mas 1 javë prap. Si jau përmeni, po ne di që kanë me ardhë. S'kanë ka largohen se ata fëmi që edhe nëse s'mlanë me punu. E shohin dalimin mes vizitës të unë, edhe vizitës dikun tjetër. Tash, thojnë, a ma mirë me shku të këtë dentist, që nuk punon nëse s'dojnë, a me shku dikun tjetër që babi e mami të mojnë me zarë, ose të mojnë dikush tjetër me zarë, e punon në dentisti pa të vetë ty se fëmi heq, pa më vetë mu. Ta, vendosim vetë. Edhe një ndër arsye që edhe preferojnë edhe të prindrit. Po, jo maj besu shumë për fëmi, maj sukses shmi në punë. Nuk bën harru, se i shofim rezultatet. Se nëse një rast edhe me infekcione, e kalon me shumë letësi. Mbram një non, prej Gjermanisë kë shkru në Instagram, në kanalin tonë. Edhe një tekst, po pyet për fëmijën e vetë, edhe po të regon një rast që në Evropë, po edhe në Amerikë, edhe në Australi, pak ma herët folëm një nonë në Australi që është, përmes një motrës dhe që ka ma numën të. Unë kishë shkru që kena një përvoj jo të mirë se një shoqës kolegës tenë, ndoshta e punës që punon në Gjermani, e ka shty fëmijën e vetë në gjumë edhe nuk është zgjuar, domethënë ka ndru jetë. Kemi raste edhe në Kosovë edhe për shkak të anestezionit. Kështu që ato rastet për me shty në gjumë me anestezion total me punu, duhet më mundu me shfrytzu veç në rastet kur është një fëmijë rrezik për jetën. Edhe një fëmijë, për shembull, ka raste me fëmijë me nevojat veçanta që është problem me punu, që s'ki shpresë që ka me të lanë me punu. Atu duhet me pa nëse ka rreziqe për jetën, po, ndryshe nuk ka nevojë me shfrytzu. Në ana tjetër, që edhe në numrin një motrë vetë, jëmë thiri prej Australisë, në dhëmbët për para poshtë, nisha 2 dyshat, fëmija 4 vjetë e gjysëm. Ta po dojnë, më kanë thonë me shtynë gjumë, i kanë caktu termin me i heqë, kishin njësë me u prish. Po, ata dhëmbët për para poshtë, me dalë me ra dhëmbët e qumshit, edhe me dalë dhëmbët e përhershëm, ata dhe moshën e kanë mrena 6 muaj, 1 vjet i kanë me dalë dhëmbët e përhershëm. Pse me pas nevoj me shty në Australi në gjumë? Shka du të me bon këtë rast, ajo në fëmijën? One i thash, mos lejo me shty në gjumë për këta dhëmbët e poshtëm për para, se mrena 1 viti kanë mundru 2 dhëmbët qëndror. Mrena 2 vitesh, kër i bon 6 e gjys, kanë mundru 2 dhëmbët anash. Po kur që ata dhëmbë nuk mundën me jep shqetësime, edhe imbje e infekcione. Se prishja nuk është e madhe, sa me pas probleme brenda mujve, brenda 1 viti, 2 viti. Nuk mundet me ndo. E për dhëmbët tjerë, thash, boni 3-4 foto me telefon, për cjele të shogjendjen, edhe sak të regoj që ka duhet me bo. Edhe kur të vinim pushime, shohim provojmë. Nëse lejon me punu, s'ki nevoj me shtinë gjumë. Pavarësisht në cilë shetë jeton, se ka trajtim të sukseshëm, që i bëhet edhe këtu, pa pas nevoj me shqetsu fëmin e me friksu, po edhe me u shqetsu vetë si prind se qysh po shkon si trajtim me anestezion totali. Po, kur jemi pikërisht ndërsa tek dhëmbët e qumshtit që i përmendët, doktor, ndoshta mundesh me na dhënë edhe disa këshilla se kur dalën, sepse ndoshta problematika është edhe kjo dhe pikërisht edhe kjo dhëmbje që shkaktojnë. Mandej edhe dhëmbët e qumshtit që e përmend edhe një rast pra që ju ka shënu edhe është dashur ndoshta me i dhënë sugjerime, këshilla, çka nuk duhet me bëu në këtë rast. Po, dhëmbët e qumshtit fillojnë me dalë rreth muajit 4, rreth muajit 6. Po edhe nëse nuk dalin ndej rreth muajit 10 ose 15. Nuk është shqetësuese, a? 1 vjeçare nuk është kur gjë shqetësuese. Jo në raste që ndodhin. Nuk duhet mu shqetësu. Dhëmbët e qumshit kompletohen kur i bën fëmija 2 vjetë e gjys, rreth muajit 30, hajde rreth moshës 3 vjeçare. Edhe na atëherë po kërkojmë prej institucioneve tona që vizitat mu bëhet detyrueshme me legj. Që mos me leju me arë gjendje fëmijëve tonë, qysh kina arë na si gjeneratat tonë ose gjeneratat ma të mëshune,
vjen prindi afër karrigës, i tregoj që i fëmia i ka 7 vjet, po i kanë prish mollarët e parë për hershëm. Edhe thët, pse dentist për ju prishen ka shpejt? Mi thonë, o babë, o indërun, me na po neve, as njoni si kemi që ata mollarët për hershëm. Se në para 25 vjete, 30 vjete, nuk kemi pas mundësi me i trajtu. Se kemi jetu në kora tjera. Nuk kemi shku e kena pas parazitimi që hajtë se dhëmt. Edhe e kemi jetu, po flasin për ku para luftës. E kanë prit dhimbjen edhe e kanë qo e kanë heqë dhëmbin krejt. E një prej atyne, ose disa prej atyne dhëmbe që në heqën moshat hershme, pa i ba 10 vjetë, pa i ba 15 vjetë, në heqë mollarët e partë për hershëm. Pikrish ato generata, sot duhet me vendos kurora, proteza, ura, implante. E une nuk po du, me ndodhë që kjo dhe me fëmijët tonë, kur i bojnë 25, 35, 40, 50 vjetë e tutje. Nuk po du me leju. Qka kom kërku tjetër për i Ministrisë Arsimit? Ngan, dhëmbët e qumshit kompletohen rreth moshës 3 vjeqare. Qka duhet me pas kujdes momentin që dalin? Edhe nëse del 1 dhëmë, 2 dhëmë, 3 dhëmë, duhet me janis me i pastrum një nejtë gati. Më dhëmë qysh në daljet e para? Po, me gaz sterile, me qaj kamomil. Me 1 levizje, 2 levizje, mos me lonë me grumbullu, ose ushqim që fillojnë veç me ushqim, as moshës 4 mujshë, 6 mujshë edhe me ushqime zakonshme që i përgatisin nonat në shtëpi ose ushqime të gatshme. Mos me leju nësë një moment me mbet në sipërfaqe dhëmbët ushqimi. Mandej, pas moshës 1 vjeqarë, kur varet, so bashkëpunus është fëmija. Me fillu me brusha, me fjetë buta, edhe me pasta që janë të moshave ndryshme. Ka pasta për mosha 2 vjeqare, 3 vjeqare, 4 vjeqare. Varësisht për i moshës. Momentin që fillojnë me ushqime të shëndetshme, me ujë, me produkte të qumshit, me qaj komomil, me pemperime të freskta, me i largu sa më shumë prej ushqimeve të ngjitshme, prej ushqimeve që kanë shumë sheqer, prej ushqimeve që kanë shumë krip. Edhe sidomos me 3-4 vjetë të tutje edhe me i largu edhe prej pjevë të gazune. Qofse veç atëherë veç kanë planifikum janis me i përdor. Edhe lanxhet që kanë normalisht shumë sheqer. Se ka prind që thojnë, gjithë natën 1 litër e gjys lanxhes po i përmendi me emra që kanë shumë sheqer. Nuk e lën me lujë dhe të pinë të natën jo. Është e gabueshme. Se përveç të dhëmbët ka me ndikuar edhe të shëndeti i përgjithshëm kur të fillon me urrit. Çka na kërku mandej kur fillojnë mollarët e parë për hershëm e dal rreth moshës 6 vjeçare, që dalin në fund të harqeve të dhëmbëve të qumshit, qysh me dallu një prind. Mrame pa ata një rast që mi qoj 3 foto. Unë i thësha prindit, babës, mollarët e përhershëm fundi ka të prishëm, të i ke veç 3 ka ndru, nalë që i ka ndru asë një, poshtë i ka ndru 3 qumshtit i ka ndru, ka ndalë përhershëm. A i din nuk e keshë në fund, i ka dhe mollarët e partë përhershëm. Ka shumë mundësi, që po i një të fëmi ka me metë pa dhëmë të përhershëm dhe sa t'i banë 10 vjetë. Se prishen shumë, kur të prishen shumë, nuk ka mundësi mandej as me shpetu, as me u trajtu. Qka kemi kërku, që mos me mri qëtu, kemi kërku për i Ministrisë Arsimit. është dëmëdhon viti 5 më radhë. Kemi kërku që për regjistrimin e fëmijëve në klasën e parë. Hajde jo parashkollor, se e kanë 5-6 vjetë. Po në 6 vjetë, 7 vjetë, që regjistrojnë klasën e parë. Nëse kanë dalë mollarët e parë të përhershëm, me pas një plotësim prej dentistit, a kanë dalë? Nëse kanë dalë, qysh janë? Nëse kanë nisë më u prish, me i rregullu. Pak nëse kanë nisë më u prish, që qatë mush dalin, me i rregullu, tani me fillu klasës parë. Pse? Po ata dhëm mi pas fëmijët tonë, mi pas të sigurt, që ma mirë me pas nevoj, mas pak vjetë, shumë vjetë me ndru blomber nëse ka nevoj, po e ka dhëmin e vetë, e ka të sigurt. Mos më bëma ndaj për implante, mos më bëma për proteza e ura. Kështë të pyjtë, doktor, sa janë marë për bazë gjithë këto thirrje, a ka pas në një reagim që ofrë me ministrisë? Prej kujtë? Prej ministrisë dhe vendit të trasë. Ministrisë shëndetësisë, po besoj. Jo, nuk herën për bazë. As njerë nuk ka pas një reagim? As njëherë, as nuk presim e pas. A pret? Pse jo? Por a dina pse? Se nuk mundet me pas prej institucioneve tona, kur shumë pak merren me edukim, shumë pak investojnë në promovim të shëndetit, edhe në rujtje të shëndetit, dhomëve po dhe të shëndetit për gjithë shumë. Nga na i kina bua tash me një qërshor, kur patëm para 5 dita, po një qërshori. Me një qërshori kemi bua 13 vjetë, që kemi fillu me punë.
në klinikë. Po dhe 13 vjetë, po të njëjtën ditë, një qershor ditën e fëmijëve, kina fillu me projektin dhëmë të shëndosh fëmijët lumtur që na jena ata, ku bashkë edhe ma herët. Po, pa tjetër. Kur për 13 vjetë, asnjë cent, i bjena asnjë cent, asnjë euro, kur s'kan investu asnjë cent në aktivitetet tona, institucionet tona për flasë, institucionet shtetërore, as qeveria, as Ministria e Arsimit, as së shëndetësisë, që kanë për obligim, kur nuk kanë investu. Përkundrazi, ka institucione, ka krerë të institucioneve dhe tash janë, edhe që kanë qedhen edhe në Kuvendin Komunal të Prishtinës, kanë vjedhë edhe idejet projektit. Na kemi bërë organizimet përbashkëta, mas 2-3 mujve me fletat tona, kanë shku... Ju kanë vjedhë juve idejet e projekteve? Po, kanë shku me letra tona në depo me lyp materiale për promovim shëndetit toral, edhe me letra tona, na kanë tregu depo që kanë shku. Shumë me pas hazër, me pas hazër planet. Po, se mande i kanë aktivizu, po flasë për Kuvendin Komunal të Prishtinës. Na kemi majt ecin dhëmë të shëndosh fëmijët lumtur, ecin e parë, na majt me 30 shtator, 2014, kur ka qenë kryetar Shmend Ahmeti. Nuk kemi pas mundësi me majtë edhe në kuadër në kujdesën e kryeministit se ka qenë koha e vlanit, e blokadës në institucione. Po kemi majtë në kujdesën e kryetarit Kuvendit Komunal të Prishtinës, kryetarit komunës. Unë po besoj, doktor, që pikërisht edhe këta që nuk po kthejnë përgjigje, herë do kur do të me i pru fëmijët e... Shumica, edhe të mahershmit, a diçka thojnë të mahershmit, kur i kam pru edhe maherët po tash, shumë punë të mirë po bëni, po na e dim po bëjnë punë të mirë, po ju po bëni punë të mirë. Më dhanë pjesë e kabinetit qeveritar, e këshilltarve të shkryministrave, i kam pru e i bim fëmin. Më dhanë qatë ko, kur të refuzojnë edhe me anë aktivitetet që në publike, në shesh ose në aktivitetet mëdha, refuzojnë as nuk përgjigjen për me marë pjesë, këshilltarët e tyne, ka dhe krerë të institucionet që e vinë. Po bëni shumë punë të mirë, po ne dim, po ju si institucione, a i ne ka bëni diçka? Jo. Në më thonë, nuk pres me u marë për bazë, as prej Ministrisë të Arsimit, as prej të shëndetësisë. Se janë pa përgjetë shumë. Besoj që thirrja do të vazhdoj, herë do Pa tjetër. Kur të bëhet mas 5 vjetë, të vjen një strukturë tjetër polon qeverisë, qoftë prej krejt subjekte tjera që munden me linë ndërko, atëre, dikush ka me marë për bazë, dikush ka me ndryshu. E mandej thojnë, dentisti i fëmijëve ka kërku që 10 vjetë. Unë po kërkoj të në kohën. Ani do t'jetë një rast kështë që do t'le gjurma. Jo, gjurma. Unë punoj me fëmijë që me lonë diçka dhe ku nuk jam. Edhe kum lonë, besoj që kum lonë. Veç me i pas 2800 vjeto, mas të 10 vjetë mundën me qenë ndoshta 5000 vjeto, edhe qindra mira ndjekës. Ka vazhdimisht që e informohen, e edukohen edhe fëmija, edhe prindrit për dhëmbët e fëmijëve tyne, edhe qumshit, dhëmbët e qumshit edhe përhershëm, edhe thojnë këto, edhe në vizita tona, edhe kur të thrasin telefon që na ju kemi përcjell, edhe në emisione, edhe këtë emision që na jemi sot të ju, kanë me shiqun është ta qindra e mira prind, qoftë përmes kanalit ju, qoftë përmes mjetët tona të informimit, po më rëndësi është me u informu, me u eduku. Edhe shërbimin matë madhin, bashkëpunëtorët matë mlaj që i kumë pasur në që 13 vite janë mediat. Fuqia më e madhe e një shteti, nuk janë institucionet tona. Kështu që na e bojmë thirrjen, informojmë njerëz që duhet me informu, mandej kur do të vjen përgjigja, mirë se na vjen. Tjetër kemi kërku prej Ministrisë të Arsimit, mos më leju futja e ushqimeve të dëmshme në institucionet e arsimit fillor. Ke ponë afër secilës shkollë, e ka shitore, kioska, ku shesin pije energjetike, ushqime dëmshme edhe për dhëmbët edhe për shëndetin e përgjithshëm. Edhe kemi kërku që mu aktivizu kuzhinat, edhe Kuvendi Komunale ju kemi kërku. Me shumë vite një prej shembujve tash është Kuvendi Komunali i Prishtinës, që është shumë mirë, që kanë fillu me 4-5 institucionet të arsimit fillor, me shku në mëngjes, me ushqy shëndetshëm, se ushqimi që është i kontrolluar prej institucioneve tona, prej Kuvendit Komunal të Prishtinës, si për kopshte, si për shkolla, është e mërsearne. Po duhet me u bë, me kriju edhe kushtet, që ata fëmijë që ushqejnë në shkollë, me pas mundësi edhe me i pastru dhëmbët në shkollë. E fatkeqësisht nuk kanë shumë mundësi, se për para dite, në klasët e para deri në të 5-ta, mundën mi pas minimi fëmijë, minimi nxënës.
Po flasim, shkolla Dardanie, Hasan Prishtina, shkollat e mlaja, munden mi pas. Edhe për 1000 fëmijë që shkojnë me i pastru durt, për me hongër mëngjesit, i ki veç 3 linja sanitare mi pastru durt ose 4. Në shtas, po e thom ato qka është, me shtu numrin e lavabove që edhe të banjë që edhe munen mi kry shërbimet e veta, po edhe munen mi pastru dhe dhëmbët. E krynë mëngjesin, sidomos të fëmija se kjo grupë mosh një klasa e parë 7 vjetë deri sa po i bjen 11 vjetë, 12. Kanë mas shumë të heluashëm me dhëmbët e qumshit. Ka shqetësime, dhimbje, infeksione. A është pikrisht edhe ushqimi, doktor në këtë rast, sepse përmende që një rëtë rëndësishëm ka edhe ushqimi, edhe qka ata konsumojnë edhe fëmijët gjatë ditës, i përmende disa prej tyre, thatë ato të ëmbla, nuk duhet konsumojnë, pjetë energjike, po ashtu. Të gazone, do më thonë, mandej ushqimet që kanë shumë krip, po dhe sidomos edhe ushqimet e ngjitshme, smokit. E ki po nëse neve nga bjenë. E pse se bashkë smokit janë të butë? Po të butë, janë shumë butë, po janë shumë ngjitshme. Me hangën një paketim smoki, e ki po në gjitën e përdur. Po për dhëmbë, po nëse për neve nuk është shumë problem, se s'kemi probleme me dhëmbët e përhershëm. Po dhëmbë të qumshit fëmijët i kanë me gropa. Rrinë që ato me shumë letësi. Mandej, nështë ndosha si kam pastru në mëngjes. Jënë që u herët se përshkojnë 7 gjysë në shkollë. Sa herë duhet me i pastru, dok? Duhet me i pastru në mëngjes. Si të gjatë shuan, ditës, po, durt, syt, dhëmbët. Kur të ktheje, nëse shkojnë mes ditë në shkollë, ka orare që kanë ora 12 një, me i pastru para si me shku. Kur të kthejnë prej shkollës, nëse kanë hangur ushqim, në shkollë ose rrugës, me i pastru, edhe gjithmonë edhe para gjumit. Se nuk mjafton me i pastru vetëm njëherë në mëngjes ose njëherë në mbrëmje. Se po i bjen çdo 24 orë, nëse i pastrojmë në mëngjes. E gjithë ditën a kemi hangur shumë ushqime dëmshme, po edhe të shëndetshme, nëse nuk i pastron edhe ushqimet të shëndetshme kanë mu bë dëmshme për dhëmbët. Se rrinë mi sipërfaqe të dhëmbëve, nuk të më thonë brana një javë dite me prish një dhëmbë përhershëm, por prish brana 6 muajve. E rrezikon brana 2-3 vjetë mos mi pasit, kështu që thomë do më thonë, të më konë kemi pytje, cila është brusha më e mira për dhëmbët? Brusha më e mirë për dhëmbët është brusha që i përdoret mas shpeshti. Nëse blejmë një brush që kushton 10 euro, e i pastrojmë e Unë e prita faktikisht unë atë regon e kësi furqet të shtrajnët. Jo, nuk merna me promovim të kompanive. Jo, larkë kësaj. Po, nëse njëjtën kohë, thët, problem për kemi me ja pastru. Edhe cila brush është më e mira. U qaja me që ato që jarim ja pastru dhëmbët, qaja është më e mira. Apo? A i bjen që ashtu? Se nëse na e kemë brushën e shtrejtë edhe nuk i pastrojmë veç një ditë ose një 2-3 ditë, edhe tani kur vjen thojnë, a është shumë janë ndru çdo 3 muaj. Jo mu se me këshyras 12 herë si ka pastrojë. Po edhe një pyetje që bëhet edhe për të rriturit, dok, po edhe për fëmijët është sa herë do të me ndryshu edhe fushën e dhëmbëve, a do të me ndryshu çdo 2-3 muaj qysh thonë, apo... Në për vetës të ndryshoj. Varet sa e përdori. E fillojnë me deviju. Jo që se përdori heq, s'ki qaj ndryshe. Vjen që ashtu. Nuk e kemi problemi a pastru edhe një nditje, edhe do në mi andru mas 2-3 mujve. Halo e re është. Halo s'kanë deviju pijet e brushës. A i vjen ashtu? Po. Që që kinë varet sa e përdor. Sa e përdor, edhe qëfar fuqe e përdor, që ajo është ma e mira. Edhe pasta, normalisht që moshat e kanë ato atë vetën, po e kanë edhe pastat e veta, po kur t'i bën 6-7 vjetë, le t'i pastron edhe me past rritunve, që që pastron në atë rriturit, le t'i qetë shumë pak past, po le t'i pastron ma shpesh. Nëse i pastron një nditje, mëngjes e donë me qitë shumë past, nuk i nevoj. Kitë që da pas shmendojnë 4-5 herë mbrana qësoj dite, edhe mjafton. Okej, sepse po. Jemi mësu dhe na, ndoshta njerë me i lo shumë edhe ka që mjafton, ha? 2-3 herë, jo, se nëse i pastrujmë na, dhe sot bjen zalli prej lartë poshtë, ose sot kryet një kongë, edhe nuk i pastrujmë dhe të nesërmen, edhe halo pa i pastru mirë, ne e marim smokin, e marim qipsin, e marim pjetë e gazuna, edhe presim dhe tash 24 orë mi pastru, o shumë vonë, apo? Po diçka që nuk dim, prof, doktor, po me daj është edhe që nështë ta nuk dim edhe me i pastru dhëmbët, a? Po,
Është shumë lehtë. Çfarë me i pastru dhëmbët e fëmijët? Kur ti pastrojnë dhëmbët, edhe fëmijët edhe të rriturit. Edhe të rriturit, unë për vete po flas. Mirë. Se po na gjuhen prindrit thotë kush nuk e që po thotë nuk di. Me pastru krejt sipërfaqet e një dhëmbe ose të dhëmbëve, krejt sipërfaqet e dhëmbëve, sipërfaqet e përparme në formë rrethore lart poshtë, mandej edhe këtu ansoret, ka pjesa e faqes po flas, mandej grupat para pas, edhe pjesën brenda ka pjesa e gjuhës, ansore gjuhës edhe e përparme ato ku shumë letë të tritunit të bëhen, plaka e bëhen edhe gurzi. Tjetër, të gjendja e dhëmbëve të mesataret edhe mosha mesatare fëmijëve që të unë i vinë. Fëmin, për herë të parë. Mosha mesatare fëmijëve që vizitojnë dentistin për herë të parë. Nëse ka dikush që mundet me folë, muj me folë unë se të unë vinë veç fëmijë, edhe vinë mas shumëti. Mosha mesatare e fëmijëve që vizitojnë dentistin për herë të parë është mosha 5 vjeçare. Edhe mesatarja dhëmbëve të numrit dhëmbëve të prishun të ato grup mosha është mesatare 10 dhëmbë të prishun. Edhe shumica aty në fëmijëve që vizitojnë Gjeladinin për herë të parë, klinikën e tij, janë o me shqetësime të mëdha, o me dhimbje, o me infeksione. Shumica janë me infeksione. Pra më shumë që vinë me infeksione. O ka, edhe ju thëmë prindërve, pa dasht, une asnjëherë thëmë pse ka papastër, që kretëve fëmijëve ndodhë, janë gjatë rrugës, gjatë rrugës prej shtëpisë me anë klinik, hanë diçka ushqime. Edhe nuk merrna me atë pjesën pse ka papastër. Unë du mi pas zgjidhje të dhëmbët që i ka, të probleme shqetësime që i ka, do të me ju nejt gati. Edhe ju thëmë, e ju, në dhëmbët e ju, si prind, a i leni me u prish 10 dhëmbë edhe me shku të dentisti? Nuk i lana. E pse po i leni të fëmijëve? Po dikush prej dentistëve që janë për të rritur, që nuk punon me fëmijë, ju ka thonë, janë dhëmbët e qumshit ndrohen. Po të ralltit janë fëmija që e kalojnë krejt gjeneratën kalojnë prej dhëmbëve të qumshit të dhëmbët e përhershëm, pa pas shqetësime dhe imbje infeksione. Që më duket është justifikimi kështu që e marrim po, jena pajtu me ta. Na ka thonë Gjeladini, janë qumshit të ndrohen, edhe na si e lodhemi për atë punë. Kur të vinë infeksionet, tani e qoj ma afer ku është. Kur ka marrë fri, ka marrë traum fëmija, tani e vesim dikon tjetër. Tani shkrym të grupet e nona, kur shkrym të grupet e nona, unë gjithmonë fitoj edhe shkrym për nonat, si do më të grupet e nona. Dhe shumica e nona pëtojnë, ma shumë ne kujtojnë fëmija për me shku të dentisti, se sa neve se na u kujtohet. Ose e din nëse kam pas një shqetsim, një dhimbje, ose një infekcion i ka pengu gjatë të shyrjes. Edhe kanarët e une kanë kalu qatë problem. E majnë men, kur do që kanë një të lashe t'il, e din ku e bojnë zgjidhjen. Edhe të thojnë, mam baba, a i ke shkru, une kom qef gjithmonë mi prezentu si Gjeladin u i kuani. Edhe shumë të në rast të thojnë, a i ke shkru dentisti Gjeladinit me shku në vizit. Tani edhe vete pranujnë, prindë edhe publikisht, edhe të unë po edhe në grupet nona në komente, që ma shpesh në thojnë fëmija vetë me dërgu të Gjeladini, se sa neve si na u kujtohet. Edhe vetë të thojnë klinik, vallaj më ka thonë që sa po, qështu, mandi ka raste kur një nona dhe shumë nona tjera, shumë nona, e shumë babalar. Vallaj, e këmë thonë, unë e shoh që në dhëmbë ka pas me infekcion para 2-3 vite, edhe këmë kalu me sukses. Su anë ku ma, po i shoh 2 dhëmbë tjerë që su konë që 2 vjetë, a 1 vjetë e gjysë, i ka pas me infekcion, jo sot dje par dje, po i ka pas që shumë mujë. Në momentin që ta shumë e suje, e di që so ka arë. Edhe thomë, pse di ora e kelonë, jo me akuzu, pse di ore lashe shtu. Valla i këmë thonë, po nuk da i ke, edhe i reagon fëmija prej karikës. Po kështu edhe për mund këtë. O, të ardhmen. Edhe i thëtë fëmija, oj mam, kështë ka thonë mora e? Kështë që, unë së të këmë thonë, mësë me dhirë. Po, kemë obligime. Di që e ke punën shumë shtirë, doktor, po e di që edhe e bën me knaqësi, se të kom po edhe nga ofër. Edhe e di që e donë shumë punën. Si të donë punën, ti donë fëmit. Ti donë fëmit, edhe të një punën mirë. Fati, që një edhe punën mirë. Që s'mjafton veç mi dash fëmina, po? Pa e tjetër. S'mjafton Po, veç mi dash qërë, këtë ka njerë donë punën, kur nuk i bën fëmit për vete, ti e ki edhe që ta fësinë të e kom po. Edhe për qatë arsujet të dojnë ma shumë. Na ka ndodhë kur e patëm në vikend. Një në onë jonë Mitrovicës. Edhe, unë kove të fundit e kom pa që po ndikon shumë kur të bëj
si macë. I shti me kesh, fëmin këtë ja u shqit që dhambët, të apin gojnë. Okej, ju pengon prindërve, a? Jo. Apo kujt? O, ka qëllu nona që friksohet për macë. A, friksohet, Edhe i drejtori atë qelë, gjysëm e qelë, ne? Edhe ajo kanë telefon, edhe babi vend telefon se s'fokusohen të na, se kam besim të one, edhe të fëmija e vetë që kur vjen të one rrenë. Edhe nuk dojnë me po, ndërshta si po. Edhe në moment ka reagu, në frikën shumë të madhe për i maca, tha, ku bani, edhe unë i thëmë fëmive, kur janë 2-3 fëmi një ma largë, i thëmë, këtu i kom 2 macat vogla. Thash, po këtu i kom. Edhe aja mu shumë seriosisht, unë i mbaj macat. A largu për klinikës ajo, do. Për thët burrit, tha, unë tha, po shkoj të keri. Thash, pëse, ajo tha se kam frikë shumë, edhe shumë seriosisht i murë. Edhe tha, ani pelot, tha qonë të nënë, këtu e po dalë. Kur i këna të regu, po jo morë se dentisti është ka bon se... A i të regu ma se e përfundove me fëmit procedurën, a? Po, gjithmonë kalojmë i mirë. Ka fëmi, kur i ka fëmija 2 vjetë e gjysëm, nër 2 vjetë, pa i ba 2 vjetë, këm punu veç një herë që i ka pas një fëmi 1 vjetë e 7 mujë. Në anë shumë i vogël. Plus minus 1 mujë pa i ba 1 vjetë, ose që i ka ba 1 vjetë. 2 vjetë e 1 mujë. Ose 1 vjetë e 11 mujë. Jenë raste të ralla, 10 raste për 13 vjetë. Unë jam shumë i sinqert. Kur i bajnë 2 gjysë, shtohet numri. Kur i bajnë 3 gjysë 4, kur i ka një fëmi 3 vjetë e gjysë e 4, e flet, të kupton, bashkëpunon, të këthen përgjigje, unë kur vjen për herë të parë, pavarësisht që ka pas përvojë të mirë të dentistit dikun tjetër edhe që e tregojnë ma herët. Nëse unë jem të i marrë dhonat, emrin mbi emrin edhe prindve ditëlindjen, edhe pës diçka fëmijën, ose edhe më ka folë, më ka përshëndet, më ka këty përshëndetën, e kumë vetë diçka për në kapsht, ose unë vetë me shkry edhe, për shembull Diora po do këtë shumë i mirë, më dhanë shumë bashkëpunuse, edhe në shumë të në raste, kur të kry vizitën, veç e shkry në fletë e vërtet, më dhanë, ja këmë qilu që ka me kani i sukses shumë punë, se pesho si fëmi bashkëpunus. A kur e shoh që një fëmi ka dhe 6-7 vjetë, flet, kretin, është në rregull, s'ka asnjë problem tjetër. Edhe mundohet me bë filma. Unë veç e shkruaj, ka me problem edhe shumë të në rasteve. Del që e shkruajmë flet se flet mesin. Telefoni fshihet Viberi shkruaj programe. O flet mesin, kanë me mbet gjatë. Doktor, jemi në minutën e fundit, unë po të falenderoj ashtëmase shumë, për veti ke një bisedë që e këndshme si mu do kësi me dojnë kafe me bisedu me juve, kështu që po të falenderoj edhe njerë shumë për kritë këshillat që jep gjithmonë edhe kontributin e jashtëzakonshëm që e bën edhe përshëndetin oral të fëmijëve në këtë rast. Faleminderit shumë. Patjetër. Faleminderit edhe juve për ftesën e dëgjohemi shihemi edhe herë tjera. Patjetër, presim kur ka tema po ka rëndësishme. Patjetër. Faleminderit. Shikus të dashur, ishte kjo intervista me dentistin, se doke, po më thot mos më refero me doktor. Me dentistin për fëmijë Gjiladi Nujkani, po shpresoj që edhe ju i keni ndëgju me vëmendje kritë këshillat që ai i dha, ndërsa nga unë Diora pas ditët të këndshme.